nuk ka mundësi ose nuk do ta ketë nën kontroll. Ka një zgjidhje ose zgjidhja e cila po i jepet sot për Gazën është dëbimi i popullsisë, nuk po gjehet mënyra se si dëbohet popullsia, po ajo është. Pra edhe kjo është një zgjidhje nga pikpamja e sigurisë dhe elementi i tretë është Irani. Dhe në momentin që ne flasim, me sa duket ose më saktë Izraeli ka të gjitha mundësitë për të godit, qoftë edhe një fuqi të madhe që është Irani. Mos harrojmë që Izraeli është superfuqi, është një fuqi bërthamore, ka sot kapacitete goditje që shkojnë interkontinentale dhe nuk merret dhe nuk dihet cilat dhe për çfarë arsye janë këto kapacitete, përveç se për t'treguar që ka që logjika mbi cilën është themeluar Izraeli është një logjik ekzistenciale, pra mbi tezë ekzistenciale, dhe për këtë arsye bomba bërthamore shërben për t'i siguruar këtë lloj sigurie. Po në të njëjtën kohë, edhe pse ka bomba bërthamore, nuk është i sigurt që fqinj të tjerë nuk do ta kenë dhe do të barazohen me Izraelin. Dhe për këtë arsye në këto momente vjen sulmi ndaj Iranit dhe në anën tjetër kemi një regjim i cili nuk është ngritur mbi shkatrimin, mbi idenë e shkatrimit të Izraelit. E ka si pjesë të programit ideologjik shkatrimin e Izraelit, por jo që ta vejë Izraelin në kuptimin e një rreziku ekzistencial. Natyrisht që nëse do ta shohim në raport me logjikën e forcës, Irani po ashtu mund të jetë një vend i cili ndihet i rrezikuar për shkak se nuk ka një siguri bërthamore që Izraeli e ka. Dhe kjo është, kam përshtypjen që ky është skenari për cilin po flasim. Në anën tjetër, po ta shohim nga pikpamja ndërkombëtare, Irani ka një regjim të izoluar, ose regjimi është i izoluar, por Rusia dhe Kina nuk ka rëndësi, Irani për Rusin është një aleat i nevojshëm, Rusia e ka Iranin një aleat të nevojshëm, nuk ka lidhje natyrisht ideologjike, nuk ka interesa të tipit afatgjat, nuk ka as interesat për shembull që mund të ketë Pakistani me Kinën. Pra po të bëjmë një lloj paralelizmi. Irani është një shtet i cili mundohet të jetë një fuqi ose projekton, është një fuqi rajonale, ka mundësi për shkak të dinamikave të lindjes mesme që edhe për shkak të lidhjeve që ka me segmente të ndryshme të popullsisë në vendin e lindjes mesme, duke u nisë edhe nga afiliacioni fetar, pra shiizmi, që të ketë influencë. Duke pas projekton një farë pushteti. A ka pastaj kapacitet ushtarak? Edhe unë mendoj që nuk ka kapacitet ushtarak të konfliktohet me Izraelin. Por ajo që duhet të theksojmë është nëse shohim historikun e luftave të Izraelit, flas për luftrat mes shteteve, kanë qenë gjithmonë shumë të shkurtra. Kanë zgjatë 10 ditë, 1 javë, 2 javë. Pra, Izraeli ka një aftësi për të luftuar fort, por në një periudhë afat shkurtër, momenti që ato konflikti zgjerohet, pastaj edhe për Izraelin është e vështirë se si do t'i japi fund këtij lloji konflikti. Dhe po shkon Shqipërinë gjëja, jemi në pikën që Netanyahu i ka kërkuar ndihmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe me njëherë pas kësaj, do me thonë, nuk e di se çfarë vendimi do të marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po di që Trump, dhe unë regjia duhet ta kem atë Twitterin e Donald Trump, thot që jemi afër dhe unë do ta zgjidh siç zgjidha dhe konfliktin në Indi-Pakistan. Ndërkohë, më pas do diskutojmë edhe për çështjen Kosovë-Serbis, nga që edhe Trump e përmend. Pra, në çpik konfliktit jemi. Pra, Izraeli goditi Iranin, Irani u kundërpërgjigj, ndërkohë Izraeli tani kërkon ndihmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shkuar në pikën e përmbysjes regjimit, se pak a shumë ky është objektivi politik që tha edhe Netanyahu. Ndërkohë kemi edhe një lajm që flota amerikane po zhvendoset nga pajësori dhe po vjen drejt lindjes mesme, dhe kjo i jep hapësirë të madhe Kinës për Tajvanin. Pra, do doja shumë të dija se duket sikur jemi në një deadlock aktualisht. Pra, Netanyahu ka goditur, ka marrë një kundërpërgjigje, tani si do përfundoj gjëja? Natyrisht që e gjithë kjo do të mund të ndalej me ndërhyrje në faktorit të palës tretë, pra me faktorin e jashtëm. Edhe besoj mediat po shkruajnë pafund që përfaqësues të shteteve respektive janë
në tryezë të bisedimeve për të pa cila është rruga e cila e zgjidh këtë problematikë dhe cila ndal këtë luftë, por se sa kohë do marrë kjo temë rreth bisedimeve për ta ndalë këtë luftë, mbetet për tu pa. Është krejt normale, është krejt reale kërkesa e shtetit të Izraelit kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës për ndihmë, por nuk duhet harruar Izraeli është i rrethuar me 10 baza amerikane në rajon në kuptimin e vëzhgimit dhe mburojjes që mund ta ketë. Por ajo çfarë është thënë në media natyrisht si kërkesë imediate edhe për furnizime me këto aeroplan bombardues, edhe me sistemin më të sofistikuar të mbrojtjes ajrore po ashtu, por që është krejtësisht reale një kërkesë e tillë drejtuar Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në fundit Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë aleatin më të veçantë në rajonin e lindjes mesme dhe unë besoj që një mbështetje e tillë është e padiskutueshme, por çështja është se në çfarë përmasash do t'u shkojë kjo mbështetje. Po larg duket, larg duket sepse vazhdojnë qëndrimi SBA-s është i qartë. Neve do të reagojmë në mënyrë të paimagjinueshme nëse të cënohet një fije floku e një ushtari amerikan. Ky është qëndrimi i SBA-ve. Marco Rubio tha në fillim të konfliktit që ne jemi duar jashtë, është një veprim unilateral vetëm i Izraelit dhe ne nuk kemi, le të themi, përgjegjësi për këtë. Shqo Redi, tani ushtarët amerikanë të cilët gjenden në rajon, ata befas mund të sulmohen edhe nga grupe të tjera proxy të Iranit për të nxitur reagimin e më shpejt. Ka ndodhur mbrëm kjo, sa për informacion. Përpjekje. Përpjekje për të goditur, por që mund të formalizohet. Çështja është se përgjegjësia nuk është marrë nga asnjë prej këtyre grupeve sulmuese. Pra, akoma vazhdon të mbetet në fazën e supozitive. Dakor. Nga kush ka mund të vijë sulmi. Por mosmarrja e përgjegjësive nuk e identifikon drejt për drejt grupin sulmues kundrejt qoftë ambasadës amerikane në Tel Aviv, apo edhe aseteve të tjera amerikane që gjenden në rajon. E qartë. Arjan, si e shikon këtë? Paka shumë parashtrimi që bëra është një deadlock ku ka hyrë dhe unë duhet të lexoj rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë kam reagimin e Trumpit e kemi edhe në ekran, domethënë. Paka shumë, po menjëherë pas kësaj deklarate kemi goditjen e domethënë në afërsitë ambasadës amerikane. Po, por mos harroni një gjë që çfarë ishte duke ndodhur në këto javë të fundit? Para se Izraelit ndërmente sulmin. Ka pas një përpjekje. Kemi qenë në një periudhë negociatash mes regjimit të Teheranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për planin bërthamor apo jo. Dhe unë nuk besoj se në atë tryezë tashmë ka ndodhur diçka e paparashikuar. Thjesht u mendoj që këtu po zhvendosen kartat e negociatës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke i dëshmuar dhe njëherë Teheranit që mjafton krejt pak me e ndryshu regjimin. Është kërcënim që i bëhet. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës në varësi të negociatave që po zhvillohen edhe me Rusin në raport me atë që e njohim si çështja e Ukrainës, janë duke kërkuar zonën e tyre të influencës në lindjen e mesme të qartë dhe të plotë. Pra mbas vendosjes marrëdhënieve të shkëlqyera dhe speciale me Riyadhin, Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë duan ose paqe, por me kushtet e tyre, ose ndryshim regjimi edhe me Teheranin. E vetmja mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndalin atë që është objektivi i tyre kryesor, zhvillimi i përforcimit apo i avancimit të interesave kineze në lindjen e mesme, në Afrikë, e mëtej edhe në
Edhe në Panama. Po pra, edhe në Panama, po. Pra, për të vendosur barriera avancimit të interesave kineze, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë janë duke bërë një operacion të plot rikthimi, rikontrollimi dhe vendosje të Pra kjo është pjesë e një operacionit edhe më të madh. Patjetër, shiko, askush nuk e mori seriozisht atë që Donald Trumpi filloi të thoshte furishëm në ditët e para të presidencës së tij. Por tani njerëzit po kuptojnë që këtu nuk bëhet fjalë më për blofe politike të njeriu që po themi mund të deklarojë ç'të dojë në çdo kohë, por të gjithë po shohin që prapa fjalëve që ai po deklaron ka një arkitekturë që ndoshta është dhe më e madhe se ai vetë. E ndoshta është më planifikuar strategjikisht edhe se sa presidenca e tij. Robert Kagan ka shkruar një libër shumë të bukur shumë vitën parë që parashikonte këtë gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do mbeten gjithmonë kombi që do të dominojë botën dhe një Pax Americana nuk do të jetë kaq afatshkurtër, as një shekullore, as dy shekullore, madje do të jetë edhe më e madhe. Në kohë, në shekuj. Por rreziku që mund ta shndrojë këtë gjë në një pamundësi është vetëm Kina. Prandaj edhe presidenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka objektivat, syt, planet, strategjitë dhe taktikat vetëm për t'i vendosur ndalesa sa më të mëdha, sa më të forta, mundësisht sa më sprapsuese interesave kineze. Me Iranin po goditen dhe interesat kineze, po çfarë do të Kina? Kina nuk e parashtruar kështu, Kina nuk ka shanse, po do ta lejoj Kina. Kina është shamat. Jo për të nënvlerësuar, po Kina është shamat sepse ta zëm në një rast të mundshëm që Kina shfrytëzon boshllëkun dhe godet Tajvanin dhe të pritet marrë Tajvanin. Çfarë po tregon tashmë uniteti i perëndimit për Izraelin? Nëse perëndimi në raport me Ukrainën nuk ka unitet, ju e keni vënë nga të gjitha deklaratat, në raport me Izraelin ka unitet. Franca ka deklaruar që po përgatit ushtrim për ta mbrojtur Izraelin. Starmer ka nisur avionet. Mersi gjithashtu, Britania e Madhe gjithashtu. Pra të gjitha vendet e perëndimit aty nuk kanë dilema. Pra pavarësisht qëndrimeve morale, në kuptimin të cilat aty është e drejta e çdo shteti dhe çdo lideri që të mbajë qëndrime morale në raport me krimet e luftës, me krimet ndaj fëmijëve, ndaj pafajshme, pavarësisht asaj, por kur vjen puna tek interesat nuk kanë moralitet brenda. Pra këtu nuk flasim për rezon d'etat. Nuk flasim më për moral. Qëndrimet morale janë tjetër gjë dhe mund të flasim sa të duam në atë lloj sfere, në atë lloj pjese që për mua është shumë e rëndësishme se unë kam shumë për zemër qëndrimin moral, por nga ana tjetër bota e interesave, sidomos interesave shtetërore dhe ndërshtetërore, nuk e njeh moralitetin. Në të gjitha teoritë diplomatike apo shkencave politike, fuqia nuk njeh moralitetin. Nuk e njeh moralitetin. Dhe ja të mbyll një fjali. Pra ka unitet, dhe që do të thotë që këtu edhe Bashkimi Evropian, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe besoj që po dakordsohen për këtë projekt që është projekti i izolimit. Dhe një nga gjërat që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë në dorë ta bëjnë në rast sulmi me Tajvanin, se kjo ishte fjali e fundit, është thjesht të ndërpresin në mënyrë unilaterale të menjëhershme çdo bashkëpunim ekonomik me Kinën, gjë që do ta izolonte teorikisht, plotësisht Kinën në të gjitha nivelet dhe do të sillte një kolaps të sistemit brendshëm. Kled, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ndërlidhur me këtë që sapo u tha. Këtu ka edhe një goditje të tërthort për BRICS-in, sepse është duke u diskutuar për një draft dokument i cili parashë organizimin institucional të BRICS-it. Pra, nëse merr një goditje Kina, Rusia, atëherë kjo do të pamundsojë ose do të ngadalsoj ritmin e rritjes të BRICS-it në kuptimin e organizimit institucional, që do t'i bënte, siç e thot populli, një lloj karshillëku pjesës perëndimore të organizimit botror. Po shkojmë edhe në këtë. Kled, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë histori, a do të vendosen Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krah të Izraelit për të prodhuar atë ndryshimin e regjimit në Iran,
Apo do të mbeten duar jashtë deri në fund? Unë kam përshtypjen që në gjithë këto, të paktën në periudhën e presidencës Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vënë përdorim të Izraelit më tepër se sa e kanë përdorur Izraelin. Ka një marrëdhënie shumë të çuditshme mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, ose nuk është marrëdhënie e thjeshtë, nuk është marrëdhënie shtetërore vetëm. Është marrëdhënie grupesh interesi, është marrëdhënie kontrollesh apo raportesh mes grupime shoqërore brenda Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra, deri diku Izraeli është gati si një tabu për një pjesë të klasës politike amerikane, është si një tabu për një pjesë të mirë të leadershipit republikan dhe për një pjesë të mirë të leadershipit demokrat. Pra, në çfarëdo lloj dhe këtu është një problem shumë i madh që unë mendoj që në një deri diku Izraeli më tepër e ka dëmtuar pozitën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën mesme, të paktën këto kohë të fundit se sa e ka forcuar. E vetëm mënyrë se si mund ta forcojë është duke bërë këtë që po bën, pra duke godit Iranin. Por ne nuk kemi asnjë lloj se tush indicie që një ndryshim regjimi do ta sillte Iranin do ta bënte më perëndimor se sa ç'duheshe. Përkundrazi mund të hapte edhe një front tjetër shumë të problematik. Pra një destabilitet rajonal që mund vinte nga një regjim në rënje, që nuk është edhe që thjesht për tu hedhur poshtë. Në anën tjetër mund të forconte pikërisht të lidhjet e famshme mes Rusisë edhe Iranit. Kina është në një pozicion tjetër sepse nuk është e përfshirë ushtarakisht, nëse Kina do përfshirë ushtarakisht, pra atëherë do të kishim do të kishim një marrëdhënie tjetër. Sot marrëdhënia më e rëndësishme aty rajon është marrëdhënia mes Rusisë edhe Iranit. Nëse nesër pas nesër për shkak të sulmeve kjo marrëdhënie do të bëhet një marrëdhënie e raportit klientelar ose do të forcohet, kjo mbetet për tu parë. Ajo që sot është më e rëndësishme, të paktën është që Izraeli në momentin që Izraeli ishte hap një farë rruge, ishte lehtësuar shumë veprimi që ka mbi Proxit, mbi Gazën, janë lehtësuar shumë rrugë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pas një pozitë shumë të fortë dhe dominante në rajon. Problemi qëndron këtu që sa irracional është në konfliktin e vet sa irracional mund të jetë Izraeli në konfliktin e vet për shembull me Iranin, deri ku do shtyhet. Brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës ka brenda republikanëve besoj që ka dy orientime dhe Trumpi nuk është i qartë. MAGA është ndarë. MAGA është ndarë në ato që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka nevojë për të hapur një konflikt tjetër. Dhe një pjesë tjetër klasë politike amerikane do mbështetjen e Izraelit me çdo kusht. Por europianët kanë përshtypjen që mbështetja është më e vakët se sa në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më e vakët nga pikpamja ideologjike, por më solide nga pikpamja materiale, sepse Europës i vyen paktën për një pjesë të mirë që të ketë një aktor si puna e Izraelit sepse ofron një lloj stabiliteti. Por edhe në krahun tjetër që Izraeli është një nga shtetet i cili prodhon më shumë instabilitet në rajon. Të paktën deri tashti. Shqipëri përmendë na sollën tavolin BRICS-in, po ndërkohë ajo që diskutohet është që Irani mund të mbyllë ngushticën e Hormuzit, çka do të krijonte, domethënë ngushtica e Hormuzit kalon gati 30% e naftës 20 po është sigurt 20. Po e naftës që vjen edhe në Europë, apo domthon prodhimit naftës në nivel global. Mbyllja e kësaj ngushtice që e shikon pas meje do të prodhonte një krizë, do të prodhonte një situatë shumë pakëndshme për gjithë botën. Si e vlerëson këtë moment dhe sa i mundur është, se duhet kujtoj për ata që na dëgjojnë që çdo kandidati për president Shtetet Bashkuara të Amerikës i bëhet pyetja çfarë do të bësh ti nëse Irani bllokon ngushticën e Hormuzit. Ndaj është shumë e rëndësishme nga çdo pikpamje, pavarësisht se ka mbetur ende jashtë, le të themi, bisedave në për studio televizive, por Hormuzi është një nga levat e forta në dorë të Iranit që mund ta detyrojë SBA-n që të ndërhyjë ushtarakisht në çdo moment. Atëherë, sulmet e dyanshme që po ndodhin nuk janë sulme akoma të nivelit intensiv apo të pandërprerë, janë sulme me pauzash. Dhe kjo më pas e bën të mundur
përgjatë pauzave edhe mundësinë e kalimit të atyre tankerëve për qarkullu lirshëm brenda gjirit persik, pra brenda asaj ngushticës që është shumë e rëndësishme për rajonin dhe për ekonominë, jo vetëm rajonale atje, por edhe për më gjerë. Por ajo çfarë duhet thënë është që besoj me involvimin e faktorëve ndërkombëtar në këtë rast dhe me gatishmërinë për të ndihmuar Izraelin, edhe të shteteve superfuqive evropiane në këtë rast. Unë sapo e theksova qysh në fillim që është thirrur një mbledhje urgjente nga ana e përfaqësuesit të lartë politikë të jashtme dhe sigurisë për afruar qëndrimet dhe për dalë me një qëndrim të unifikuar, duke përfshirë në këtë takim edhe Britaninë e Madhe po ashtu, që bën një lloj përjashtimi në vetvete, sepse ju dini që Britania e Madhe tashmë nuk është pjesë e Unionit Evropian, por duke patur parasysh historikun e lidhjeve të Britanisë Madhe me Izraelin, pra sepse edhe një gjë ta them për të rikthyer përsëri këtu. Është Britania e Madhe ajo e cila e ka sponsorizuar shtetin e Izraelit në 48-ën. Është Franca ajo e cila ka financuar administratën atje, me ekspertizë edhe gjermane po ashtu, duke marrur gatishmërinë apo dakordësinë edhe të Emirateve Bashkuara Arabe, por edhe të Jordanisë dhe të shteteve tjera të cilat nuk e kanë pasi rrezik krijimin e shtetit izraelit atje. Por çfarë ndodh më pas është që natyrisht rritja ekonomike dhe ushtarake e shtetit izraelit pastaj kanë ndryshuar këto relacionet e forcave atje, por mbyllja e asaj ngushtice besoj që nuk do të ndodhë për shumë të arsye dhe arsye të cilat duhet të mbaj gjallë le të themi mundësinë e qarkullimit ekonomik. A do të ketë ndikim në rritjen e çmimeve? Natyrisht se po, por që edhe rritja e çmimeve besoj ne e përjetuam edhe këtu tek ne me fillimin e luftës në Ukrainë me 22 shkurt të 2022-s, pra filloi dhe ndryshoi gjendja ekonomike tek mbar kontinenti, jo vetëm tek pjesa e gazit apo energjisë elektrike, por edhe tek pjesa ushqimore. Dhe natyrisht që kjo do të ketë ndikimin e saj, por që në çfarë niveli unë besoj që kjo do të tregohet varësisht nga niveli i përshkallëzimit të sulmeve që do të jenë kundër njëra tjetrës dhe natyrisht që këtu rol kryesor do të luajnë faktorë të cilët do mundohen që palët edhe një gjë t'ua them. Aktualisht që po flasin janë duke u zhvilluar takime të dy grupeve të ndryshme të palëve konfliktuale. Njëra është në Arabinë Saudite dhe tjetra në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra paralelisht janë duke u zhvilluar 4 grupe le të themi, 2 ande, 2 këndej, me pjesëmarrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe faktorëve të tjerë, të cilët duan që sa më parë këtë përshkallëzim të luftimeve ta ulin në nivele për të ndaluar krejtësisht në mënyrë që të gjendet zgjidhja për sa i takon ruajtjes së një normaliteti dhe paqes atje. Sepse tashmë në Izrael ka dhe një gjendje të jashtëzakonshme. Atje gjitha shkollat, gjitha universitetet janë duke funksionuar online, administrata është duke funksionuar me turne të përcaktuara paraprakisht, pra natyrisht që ka marrë një rrjedhë krejt tjetër funksionimi i jetës në shtetin e Izraelit dhe prandaj intervenimi dhe gatishmëria për të intervenuar sa më parë që është mundur për ta normalizuar situatën është e padiskutueshme tashmë. Arjan, e njëjta pyetje për sa i përket, sepse kjo mbyllje e ngushticës së Hormuzit normalisht në të kupton kalim në një nivel tjetër të luftës. Sa e mundur është kjo që të ndodh në kushtet ku po shkon sot ky konflikt? Regjimi i Teheranit është kapur shamat. Dhe ka dy opsione, ose regjimi i Teheranit do të pranoj kushtet e Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për të garantuar potencialisht një vazhdimsi, por që kushtëzimet e Izraelit dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës normalisht në afat mesëm do të fuqizojnë shumë ato që quhen grupe opozitare, që janë shumë forta brenda Teheranit. Grupet opozitare të regjimit. Po, dhe pra sa më shumë të rritet paqja, niveli i paqes mes
regjimit të Teheranit, e deklaruar apo pa deklaruar nuk ka rëndësi, aq më të fortë do bëhen në një afat të mesëm grupet opozitare, kështu që regjimi i Teheranit është para dy zgjidhjesh. Pra ose do bëj luftën finale për të mos lejuar dhe quhet ndryshimi i regjimit, ose do të pranojë atë që të fitojnë kohë me shpresën se në një të ardhme ata mund të rivendosin kohët e tyre, por janë shah mat. Hormuzin ata nuk munden, sepse në rast se ata do të bllokojnë Hormuzin, ata praktikisht do të synojnë drejt për drejt interesat ekonomike të fuqive më të mëdha me të cilat ata nuk janë të gatshëm përballen. Dhe në përgjithësi në politikën mes shteteve dhe fuqive të mëdha nuk digjen urat e fundit. Të është urë e fundit. Sepse aty ku cënohen interese, nëse mbani mend se e tha me shumë të drejtë Shqiprimi që ajo që u bë si mbizotruese si propagandë në periudhën e fillimit të luftës në Ukrainë ishte do rriten çmimet, do kemi një dimër të ftohtë, do bëhet nami. Pra më shumë u propagandua për atë që pritej se do të ndodhte, por praktikisht gjërat nuk shkuan në atë drejtim. Po. Apo jo. Nuk është se pati dimër të ftohtë, nuk është se pati po themi rritje direkte të çmimeve, patjetër që ka patur inflacion i cili ka sjellë rritjen e çmimeve në mënyrë graduale, por nuk ishte aq e madhe dhe aq e frikshme sa u deklarua paraprakisht. Nuk besoj se të regjimi i Iranit do ta çojë gjën tek karta e fundit. Patjetër është një nga opsionet, por në rast se regjimi i Iranit do ta bëjë këtë gjë, atëherë do të thotë që do të kemi luftë finale, do të thotë që do të kemi angazhim të gjitha fuqive ushtarake, të Intelit dhe të gjithë mekanizmave të tjera që shkojnë dhe për te për ndryshimin e regjimit sa më parë të mundur. Por unë prapë parashikoj që shtator-dhjetori do të jenë një sfidë shumë e madhe për regjimin e Teheranit dhe ata nuk do t'i mbijetojnë në kësaj historie, sepse kam parë edhe këtë gjë që shahu i Iranit, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rezi Pavel, duket e ka emrin? Pahlavi. Ai ka filluar të shfaqet në skenë, duke bërë thirrje për ushtrinë, për policinë, për strukturat e sigurisë, që ata të qëndrojnë të qetë, mos mbështeshin regjimin, sepse do të ketë, po themi, një zhvillim të mëtejshëm që mund të jetë edhe i si opsion. Kret, më lejo të lumtëm ta vazhdoj edhe një pjesë këtu. Ka një informacion të fundit, akoma i pa konfirmuar, që pjesë e atyre grupeve të bisedimeve janë edhe diaspora iraniane, në krye me familjen Shah, e cila është jashtë Iranit, dhe që ata tashmë kanë përgatitur edhe një lloj qeverie nënhije, që eventualisht nëse do bie regjimi Ajetollahëve, ta kenë të gatshme një qeveri qoftë edhe kalimtare, por që do ndryshojë regjimin aktual, duke u prirë nga familja Shah. Pra, është akoma e pa konfirmuar, po ka zëra që po flitën edhe për këtë mundësi që do ta ndihmoj palën ndërkombëtare për t'i bë ballë këtij regjimi dhe potencialisht për ta rrëzuar përfundimisht. Madje po lexoja tani nga postimi i një miku tim i cili është i përfshirë në këtë çështje dhe ai po tregon që tani në këto momente vetë Shahu është në New York në një takim eksaktësisht për këtë projekt të vazhdimësisë. Për ndryshimin e Klet. Është te Hormuzi dhe ndryshimi i regjimit rrim. Tek Hormuzi, faktikisht situata e Hormuzit do të vinte në diskutim një pjesë të mirë të ekonomisë botërore, por ajo që kemi përmendi që sot për çështjen e luftës në Ukrainë dhe për pasojat e vogla që pati në raport me rritjen e çmimit të naftës e tjerë. Sot ekonomia globale e naftës ka ndryshuar, e nxjerrjes naftës ka ndryshuar shumë. Vende si puna e Kanadas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati autosuficient. Pra burimet e naftës janë të diversifikuara aq shumë sa që sot është e vështirë që një vend ose vendet e Gjirit Persik, sikurse në vitin 73 që patën në dorë ekonominë globale, mes vitit 73-80, ai që ka qenë i famshëm oil shock.
nuk është më ashtu. Europa mund ta vuajë. Europa mund ta vujë për shkak të mospasjes burimeve, por jo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Problemi i madh për Hormuzin